Para se drita të qaj errësirën, perdja ende fle e mbyllur. Pra pasaj, hiri dhe forca marrin frymë së bashku. Vite disipline dhe pasioni pashteshëm bashkohen në një qast. Perdet hapen, ajo shfaqet në skenë. Vallëzimi i saj shpërthen si një fishek zjarri, duke i ftuar zemrat e shikuesve drejt një ëndre elegance dhe emocioni. Me ne sot, Valbona Bushkolla, balerina në Landestheater në Salzburg. Përshëndetje dhe mirë se vjen në video podcastin Jehona. Si ndihesh e dashur? Shumë mirë, përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ty sot. Zemra. Valbona, emri yt të lidh me një nga vendet më të bukur të Shqipërisë. A ndjen se ky emër ka përcaktuar disi forcën dhe elegancën tënde në skenë? O sa pyetje e bukur. Unë dua të besoj që po. Domethënë, kur e formulon ashtu, dua që të besoj që po, dua dhe unë të kërcej ndonjëherë si lumi, Valbona, ashtu me elegancë, dua dhe të kërcej si stuhi. Kjo është shumë pyetje e bukur. Një gjë shumë e çuditshme që ka qenë kur kam qenë e vogël, që nuk më pëlqente emri im, sepse brezi im i kishin emrat më të rinj se unë, kurse ky emri im ishte pak më i vjetër, edhe të betejmë që sot e kësaj dite jam shumë e lumtur që kam këtë emër. Domethënë, ndihem më krenare për vendin që është, për rrjedhën që kam, ke parasysh, më pëlqen shumë. Edhe unë e pëlqej shumë emrin Valbona, tingëllon shumë bukur. Faleminderit. Valbona, Jehona janë emra tipike shqiptare. Tipike, po. Edhe pse emri im në Shqipëri shumë rrallë ekziston. Rrallë, por është një emër shumë i bukur. Emrat artistik. Valbona, si ka qenë fillimi yt? Do thot që nga fëmijëria, do thot sigurisht që ti e ke pas pasion të vallëzosh, mund të na tregosh pak të na merr në këtë rrugëtim? Po, kam nisur si çdo fëmijë. Mendoj që kisha energji kërceja, sa herë kishte muzikë, unë ishte duke kërcyer në shtëpi. Edhe kam përshtypjen që prindrit donin që të gjenin një vend ku unë të liroja këto energjitë e mia, edhe natyrisht më futën në një kurs baleti. Dhe aty filloi çdo gjë. Më pas shkova në shkollën e baletit, në akademi, kur isha 11 vjeç. 8 vjet duhet të studiosh aty që të përmbyllësh shkollën. Të kuptova mirë, nga mosha 11 vjeç ke filluar. Baletin klasik. Më përpara kërceja një kurs baleti, po kërceja për qef, po jo për të bëja balet klasik që të trajnohesha për këtë lloj profesioni. Sa vjeçe ke qenë? 6, 7? 6 dhe pastaj 11 në akademi. Kush të ka përkrah në këtë drejtim, do thotë në këtë rrugëtim? Mami, babi, cili më shumë, cili më pak? Të dy. Të dy e përkrajnë shumë, janë shumë krenar për mua, vinë më shohin, domethënë tani e kanë kuptuar pak a shumë që, okay, vajza jon ja doli, më thonë za. Por natyrisht mami në fillim si e shikonte më shumë këtë dashurinë time. Si hobi, besoj, apo e kanë parë në fillim si hobi, por më vonë sa më shumë vitet kalonin, aq më seriozisht e merja unë. Dhe detyrimisht nuk ishin çfarë bënin, se kam qenë shumë e vendosur që e vogël, domethënë thoya jo do të bëj këtë, edhe kur më thonin, po pse nuk provon të bësh gjimnazë, të bësh një shkollë tjetër, një universitet tjetër, se edhe mësoja me thënë të drejtën në shkollë, por që unë jo, gjithmonë jo, dua të kërcej. Ishe e fokusuar në këtë drejtim? Po, në një farë mënyrë. Ke pas tiken në familje, apo në kushëri, ose dikë që është marrë me këtë profesion? Jo, fare. As me artë. Në përgjithësi nuk kam në familje. Mendoj që mund të jam e para që kërcej ose bëj art. Ti ke lindë në Tiranë. Do të këto mundësi janë besoj në qytetet më të mëdha të mundshme? Po, në Shqipëri po. Aty është dhe shkolla e baletit dhe akademia e arteve. Domethënë, unë e kisha mundësinë që të futesha, nuk kisha vështirësi për këtë lloj gjëje. Kur erdhe këtu në Evropë, si ka qenë kjo kur ti e mbarove baletin, do thotë mbylle shkollën? Po ishte një fazë shumë e vështirë, me thënë drejtën, se isha 18 vjeç, isha e re kur e mendoj tani. Zgjedhja ishte natyrisht filloja një universitet në Shqipëri ose Akademinë e Arteve, por unë kisha dhe motrën e vllajën jashtë shtetit, edhe në familjen time ka qenë shumë normale kjo gjë që prindrit na shtynin që shiko se ka më shumë se kaq, domethënë
jashtë. Dhe duke unë nisur nga ata të dy, edhe unë doja t'ikja jashtë shtetit. Kupton pak a shumë ajo ideja të çmenduria e adoleshencës, por që më vleti. Nga aty shkova dhe studiova në Universitetin e Arteve në Mannheim, përmbylla bachelorin dhe masterin. Në gjuhën angleze, besoj. Gjuhën gjermane. Gjermane. Po. Ti ke mësuar gjuhën gjermane që në Shqipëri? Po, që 15 vjeç. Siç thash, kisha motrën që studionte në Gjermani. Do thotë ke vizituar, ke pas mundësi të jesh në kontakt. Dhe më pyeste gjithmonë çfarë do të bësh më vonë, Dhe unë i thosha, dua të vi në Gjermani. Dhe më tha, okay, fillo mësoj gjermanishtën. Po kam qenë pak nerd me gjuhët që e vogël, domethënë. Po kuptoj. Do thotë, ne përgjithsisht shqiptarët flasim shumë gjuhë. Po, është e vërtet. Flasim italishten, flasim të gjitha. Edhe italishten e flet. Po, i mësojmë shumë shpejt, kam përshtypjen unë. Po, është e vërtet. Në Mannheim, sa mbete atje, do të thotë... 2 vjet, sepse unë u futa në vitin e fundit bachelorit, prej moshës edhe aftësive të tua. Ata të bëjnë një audicion, një afname për i quhet, po, në gjermanisht, dhe të shikojnë moshën dhe nivelin tënd teknik në balet. Kështu që unë në 1 vit e mbërmbylla bachelorin atje. Ishte fantastike në fakt. Kalova pastaj vitin tjetër në master dhe mbasi mbylla shkollën, kam punuar 1 vit guest midis Dortmundit, kompanisë Dortmundit dhe të Karlsruhes, derisa në 2019 mora kontratën këtu në Salzburg. Në Salzburg. Po. Do thotë tani je këtu diku 7 vite? Sezoni 7. Sezoni 7. Po. Se ne i ndajmë me sezone. Je aktive në Shqipëri? Ke pas ndonjë performancë në Shqipëri? Dgjoj, kur kam qenë në shkollë deri 18 vjeç, kam bërë këto baletet e repertorit, Giselle, Silfid, më duhet kam bërë edhe Andreina Tevere, por kam shumë dëshirë të jem, thjesht sezonet këtu janë shumë të ngjeshura dhe realisht nuk gjej kohë që unë të shkoj dhe të kërcej atje, kur kam një plan vjetor siç është ky joni. Po, se ju keni kontratat edhe kontratat janë sigurisht që nga përmbushin gjithë vitin, besoj, nga janari deri në dhjetor. Ti mund të shkosh të bësh një gala, mund të shkosh bësh një shfaqje, po dhe aty do të kërkosh leje, është komplikohet gjëja, po me shumë dëshirë do doja të isha më aktive në Shqipëri, thjesht të merr rutina. Po, kështu nga ana si shtetase e Shqipërisë ke pas ndonjë përkrahje, ndonjë bursë, si është kjo pjesa, ke idenë si funksionon? Mendoj që ka bursa, në fushën tonë të baletit nuk besoj, unë kam patur bursë, por nga drejtoresha e universitetit në Mannheim, balerina Birgit Kahl është prima balerinë e gjeneratës vet, dhe ajo kishte një fondacion me emrin e vet. Dhe ajo kur bëra audicionin për bachelor në 2016, më ofroi bursën për të 2 vjetët dhe për masterin. Domethënë unë e kisha këtë mundësi, por nuk mendoj që është shumë e përhapur, sidomos në art. Nuk jam shumë e informuar për këtë gjë. Çka të shtyri të vinë në Salzburg? Të thotë se Salzburg e di që është një qytet i kulturës, i artit, Mozartit, ne kemi këtu. Po si erdhi puna prej Mannheimit në Salzburg? Të thotë se ke mundësi, sigurisht ke pas mundësi edhe të jesh në Paris, diku në Itali, apo jo? Po, është e thjera. Unë gjithmonë mbasi mbarova shkollën fokusohesha më shumë te vende gjermanisht folse, edhe audicionet që kam bërë. Është e kota thuash, po janë kushtet e këtij zanati janë pak më mirë në këto vende, në Austri, Gjermani, Zvicër, që të flasësh rëndomt, pagesat, kushtet e tua, fizioterapia, orët e punës, si respektohesh si artist, për mendimin tim janë shumë më të mira në këto lloj vendesh. Dhe në Salzburg kam ardhur, me thënë drejtën, shumë rëndomt, thjesht kam bërë një audicion në verën e 2019-s dhe erdha. Tani të kemi këtu. Dhe ja ku jam kam 7 vjet që është goxha. Thjesht Salzburgu si qytet është shumë i lehtë për tu dashur, ti e di vetë, është ka art gjithandej, mënyra se si vlerësohemi, si konceptohet teatri dhe fryma e një artisti, është shumë mikpritse. Edhe thjesht e kam gjetur veten time në shtëpi direkt, domethënë kam qenë shumë një ndjesi shumë e bukur. Po, është vërtet. Unë kisha mundësin të shikoj performancën tënde në Sleeping Beauty. Aty ti e luan këtë zanën e
erët. Paka shumë edhe une sot si Black Swan. Po, je bërë fix. Edhe u fascinova. Ishte këtë e kam vrej që asgjë nuk mund të zëvendëson se sot kjo teknologjia me inteligencën artificiale, çdo gjë shkon në drejtimin artificial dhe aty kam vrej teatri edhe baleti, kjo kur, këtë nuk do ta prek këtë lëmi. Ishe fantastike dhe diçka që më ranë sy, jo vetëm të ti, po edhe të koleget e tua, ishin gjitha me muskoj. Po, u kompleksova. Nuk e pse. Unë u kompleksova, ta them drejtë. Ishit komplet, do thot, jo vetëm femra, natyrisht edhe meshkuj. Si funksionon kjo pjesa? Mund të na tregosh ka pak si janë stërvitjet, besoj që ju çdo ditë stërvitni, provat i keni, si funksionon? Na tregon neve që s'kemi lidhje me këtë botën e baletit. Trupi një balerini është i ndërtuar. Ka shumë balet maestër dhe profesor që do të thonë që ti you mold e ndërton trupin tënd nga fillimi. Çdo gjë në balet është kundër normales. Do të thënë që në kockat e legenit që ne duhet i kthejmë nga ana tjetër, këmbët që duhet i kthejmë nga ana tjetër, s'është normale edhe për gjuhë ka shumë. Do të thënë nuk është gjëja që një njeri normal do të bëj, prandaj muskulatura dhe çdo gjë që ti shikon në skenë sot është thjesht vite të tëra trajnimi në këtë lloj drejtimi. Është shumë e lodhshme, s'ka nevojë ta them, është e tmerrshme, por që është një art i bukur. Është edhe pjesë e profesionit. Ti nëse nuk stërvit, nuk ke edhe kondicion, besoj edhe lëvizjet ju që i bëni. Tani, une nuk i di, mund të na përshkruash cilat janë tipike pirueta, apo si janë... Po, piruetat mund të jenë ndërgjërat më të lehta që mund të bësh në kuptimin që është thjesht koordinim, më kupton? Kurse hedhjet që ne duhet bëjmë, ose ti mund të mendosh çunat që duhet na ngren, duhet një farë force në madje në kompani sot në gocat ngrem dhe njëra tjetrën. Ka ndryshuar ajo ideja e balerinës që thjesht është e bukur, ke parasysh? Sot baleti dhe balerinët janë atlet. Atlet, e vërtet. Akrobat, atlet. Unë e konsideroj veten time atlete, sepse të kesh këtë lloj stabiliteti fizik, të kesh këtë lloj kërkese në performancë, duhet që ti të kujdesesh edhe në anë të tjera. Jo, do të thënë, unë bëj prevention training, në kompani kemi pilates një herë në javë. Unë kam një personal trainer që shkoj jo ditë për ditë dhe javë për javë, por shkoj kur e di që sezoni për mua po bëhet pak më i vështirë, ku do të punoj më shumë për hedhjen time, ose do të punoj më shumë për stabilitetin, ose do të kem më shumë kardio, sepse jam në skenë një orë e gjysmë dhe s'dalot as të pi ujë. Do të thënë, duhet ta shikosh sezonin dhe të kujdesesh për trupin tënd ekstra, nuk është vetëm klasa e baletit që të mban ose provat, ose dëmtimet që i ke gjithmonë. Dëmtimet, atë desha të them, dëmtimet i ke gjithmonë, dhimbje ke gjithmonë. Çdo ditë do të dhëmbi një gjë. Thjesht duhet sa më shumë rritesh aq më koshient bëhesh se si ti parandalosh, si të punosh smart, të punosh me zgjuarsi me trupin tënd, kupton si funksionon më mirë çdo lëvizje për trupin tënd pa e te kaluar, pa e shtyr trupin tënd në limite që s'duhet shkojë. Disiplina high level, Disiplina të betejme është për mua çdo gjë. Ka aq shumë talent kudo që shkon dëm për mendimin tim. Unë mendoj që disiplina është ajo që duhet të çohesh ta bësh edhe kur nuk ke motivim. Edhe motivimi nuk është, s'ka lidhje fare me baletin, është disiplina. Disiplina, kështu e shoh edhe. Dhe mendoj me çdo lloj forme tjetër. Po, ka ndonjë ndonjëherë që ti ke qenë sëmur, si funksionon kjo pjesa? Po edhe ka ndodhur, tani nuk duhet ta them, është gabim, po kam kërcyer edhe me temperaturë. Kam kërcyer edhe me dëmtim. Kam kërcyer edhe me këmbën që me zor e shtrija. Është gabim. Në fakt në kompaninë tonë mundohen shumë që të kujdesen për ne nga këto anë, thjesht kur të ndodh që smuresh ditën para shfaqjes dhe nuk ke as kohë që kolegët e tu të përgatiten, të ndrojnë. Dhe aty ti thjesht duhet marrësh ca medikamente dhe thua, ok, do ta bëj. Por kur smuresh një javë përpara shfaqjes, natyrisht që marr leje nga doktori. Keni zëvendësimet, besoj. Po, natyrisht. Thjesht ideja është që na ndodh të gjithëve që s'kemi kohë të zëvendësojmë njëri tjetrin dhe thjesht e kalojmë ashtu si e kalojmë.
Ke ndonjë ritual si përgatitesh për performancën tënde? Ritual, e di çfarë, unë mundohem që një ditë premiere ose një ditë shfaqje ta trajtoj si një ditë normale, ku asnjë nuk do ndodhi. Domethënë, nuk ndroj asnjë në ditën time. Siç bëj çdo lloj dite tjetër, ashtu e trajtoj dhe premierën ose shfaqjen. Nuk jam nga ato balerinat që vën kufjet edhe nuk flasin me njeri sepse janë shumë të stresuara. Jo, madje unë shkoj atje në studio, flas me të gjithë, një thashë them me njërin, një thashë them me tjetrin, do heq mendjen. Ndoshta kështu është edhe më mirë. Aktivizohem. E ke profesionalizuar, të thotë kjo është profesioni. Domethënë bëj rutinën time. Mundi që futem teatr, jam duke bërë punën time. Domethënë nuk ka pse unë të kem emocione ekstra që mua mos më lejon. Natyrisht që kam emocione, po jo nga ato emocione që s'të lejojnë të kërcesh ose që të mbyllin, ke frikë dalësh s'ken. Ky është një emocion që s'duhet ta kesh, është puna jote. Kur je aty para se të hapet perdja, si një doktor që do futet në operacion, si një zysh që do futet në provim. Shumë e vërtet, po. Njerëzit kanë ardhur për të pa, domethënë nuk kanë paguar lek për performancën. Nuk mund të kthehesh mbrapa. Po, si e përballon pas performancës, do thotë, nuk e di tani si keni ju, a keni edhe të nesërmën në shfaqjen tjetër, lodhjet, po e paramendoj që nuk është lehtë, ose lëndimet që i merr, ndoshta, nuk e di, atë ka ndodhur ndonjëherë që e lëndu, mirë po performanca tjetër të pret ditën të nesërme, apo jo? Si përballon, si funksionon kjo pjesa? Funksionon kështu, mbasi bën dushin dhe ha darkën, merr akullin, vët e gjurit e këmbat e shpina, merr arnika, masazhon, kemi nga ato gun machine që të bëjnë masazh, ma ka bler partneri im, edhe masazh, ditën tjetër fizioterapi, edhe gjumë, 8 orë gjumë, ose dhe më shumë, që çdo qeliz dhe çdo muskuj që ty të është shkatruar në shfaqjen më përpara të ketë mundësi të lidhet prapë me njëra tjetrën. Dhe kaq si për magji trupi funksionon prapë, ti zgjohesh, një ditë tjetër, një shfaqje tjetër, dhe fillon nga fillimi. Fillon nga fillimi. Ke pas ndonjë lëndim të rënd? Jo. Po. Ke pas? Kam patur një para 3 vjetësh, kam patur, nuk është i rënd, më thënë drejtën, nga çat gjë në balet. Për profesionin tënd, një lëndim i vogël? Po, më ka lënë 2 muaj pa performancë, pa performancë. 2 javë, unë kam patur një ligament te këmba e majt, që është okej. U riktheva për 3-4 javë, u ktheva në studio, mundohesha të bëja pak klasë, dhe mbas 3 muaj shkërceva prapë, kupton, nuk ishte. Po, për fat të mirë, jam një kompani që si nga ana e siguracioneve, si nga ana e dëmtimeve jemi shumë të mbrojtur. Po. Madje baletit jemi të vetmit në teatr që kanë nga 2 siguracione. Që ne të kemi mundësi edhe akupunktur, fizioterapi, çdo lloj, sepse ne dëmtojmë më shumë, no, ke parasysh. Edhe nuk e kisha këtë problem. Thjesht e dija që isha ndorë të sigurta, ndodhi që ndodhi, na ndodh të gjithve. Po jo në sken, kjo të ka ndodhur ndoshta në jetën private? Më ka ndodhur në prova. Në prova? Në prova më ka ndodhur nga një lift, më ka ngecur puantja në tokë dhe më ka dalë këmba nga puantja, që nuk para ndodh, edhe ligamenti këmbës poshtë është shkëputur, po nuk ndodh më, është skesi eviton, të gjithve na ndodh. Po kuptoj. Lista e roleve tua është mbreslënse. Të një ceki Carmen. Po. Tjera, cila është më ndihmo? Frida Karabos. Po këtu? Këtu jam si Frida. Si Frida. Më mungon kjo pjesa këtu. Po, e hoqëm, edhe nga djersa, me thënë të drejtë se kjo foto është në aktin e dytë. Po. Dhe unë deri në aktin e dytë kam nxjerrë aq djersa, më ka rënë çdo lloj make-upi që mund të më kenë futur make-up artistët. Kjo magazin, Tanc, ta them të drejtën, nuk e kam njohur, po ti ke thënë është të thotë një rasi Vogue për fashion, për design, dhe kjo është për po të vetë emri Tanc, do të thënë për vallëzim, kërcim. Ti këtu në ballin. Wow, si arrite këtu? Nuk e di. Se di. Kjo është një foto si duket direkt nga performanca e fotografuar. Tanc është magazin gjermane. Po, që përfshin, do me thënë, Tanc është një revist
që përfshin gjitha vendet gjermanishtëfolse, Austri, Gjermani, po edhe në përbot, kanë edhe një international edition, dhe bëjnë kritika për performancat, për kompanit, për çfarë po bën kjo kompani baleti, si u prit nga publiku, vinë të shikojnë shfaqje dhe japin kritikën e tyre. Dhe kjo ka qenë vjet në dhjetor të 2024-s, unë isha në pushime Krishtlindjesh te motra ime dhe thjesht më vjen një foto që kisha dalë në cover të Tancit. Ti nuk e dije që je në Balinë? Jo, nuk e dija. Thjesht më kanë sjellë një foto, kishte dalë edicioni për janarin 2025 dhe kishin nxjerrë në Instagram. Dhe ma dërgojnë këtë foto dhe unë e dija çfarë ishte Tanci, natyrisht. Unë aty lexoja, domethënë për kritikat e çdo lloj baleti që bëhej në Europë. Dhe mezi prisa, sepse ishte vetëm fotoja, unë mezi prisa të kisha se të shikoja çfarë kritike kanë shkruar. Dhe kur e kam lexuar, e kemi bler online që ta lexonim, kur e kam lexuar kritikën që ishte fantastike, nuk di çfarë them, jam shumë mirënjohëse, edhe vetë fakti që je në cover Tancit, domethënë ishte. Më pëlqen shumë, po cili rol që ke luajtur të përshtat më shumë, ose ke tregu, e ke ndje veten më me emocione, më e lidhur, cili rol që ke luajtur? Të them të drejtën fare, çdo rol që më jepet, e pres me krah hapur. Unë mendoj që si balerin do të kesh aftësinë të jesh një kameleon i vogël, që të ndrosh me çdo lloj roli që t'jepet, ti do ta harrosh veten tënde. Do të jesh edhe aktore, në fakt. Po, patjetër, artiste. Të zhytesh në historinë e atij personazhi që t'jepet. Dhe Frida ka qenë për mua roli jetës time. Nuk e di, do bëj inshallah kërcej sa më shumë role në jetë në këtë karrierën tonë, po Frida, përveç faktit se ajo ishte për mua një femër e mbinatyrshme, ishte një artiste që nuk i takonte këtij planeti me vështirësitë në jetë që ka patur ajo arrinte të bënte prap art, mënyra si e shikonte jetën, ajo thoshte tragjedia është gjë më qesharake në botë. Domethënë ishte tjetër nivel, edhe fakti që ky balet, paktën ky version u krijua me mua dhe çdo hap në atë balet mban, si thua, gjurmën time, lëvizjen time. Dhe ishte arritja ime më e madhe që ta kisha këtë eksperiencë. Besoj, t'jesh në Balinën e magazinës Der Tanz, sigurisht t'janë hapur shumë dyer, apo jo? Paka shumë, thjesht fillohet njihet më shumë kompania Salzburgut, ose marr disa mesazhe të lezetshme në Instagram, oh wow, lexova këtë, do vi të shoh Fridën, do vi të shoh Carmenin, çfarë shfaqje ke tjetër. Po përsa kohë unë i përkas një kompanie, nuk është se të vinë oferta siç është në botën e televizionit, e kuptoni, je thjesht një artist që ka bërë diçka të bukur dhe ka dalë një kopertinë. Është pak më chill në botën tonë. Pak një ekskurs për shikuesit e mi. Këtu je në cover, do të në Balinën e magazinës Die Salzburgerin. Pra edhe këtu t'jesh në cover, do thot je kogja avansuar, ka rrit shumë. Edhe ishte shumë interesant se unë isha me një shoqen time, dolëm për një kafe, dhe ajo thot të shkojmë tek, ju thoni parukerja, apo ne thojmë te frizeri, thash okay, thash jo, thash unë do të përcjelli thjesht, edhe kur ula aty plot magazina. Ta them me plot sinqeritet, Vogue, Gala, të gjitha i kisha aty, dhe kjo qëndronte kështu, edhe Valbona Bushkolla. Une, me njëherë, për gëzimin, albanërin, shqiptare, albanërin, dhe afro. Edhe zemra mal, edhe me njëherë e hapa, do të e shikoha, thash, okej, biografia saj, edhe kjo më ranë sy, me duket se këtu shkun Carmen, apo? Këtu e lonë Carmenit, edhe lexova me shumë vëmendje, ja, edhe kjo pjesa, në të biografia, pyetjet e cilat i kishin nështruar, edhe me njëherë të kërkova në Instagram, Facebook nuk kishe. Nuk kam. Edhe pse nuk ishte lehtë, se e ke pëmduket Bushkolla, B. Nuk ishte shumë lehtë për me gjetë, edhe të kontaktova, më duket mas 2 ore, mos gaboj, me njëherë ke shkruar, edhe kjo tregoj shumë profesionizëm nga ana jote. Po patjetër, pse jo, unë isha thjesht e lumtur që një shqiptare tjetër ishte e lumtur për mua, më kupton se
jemi kaq larg familjes, kërcejmë dhe punojmë një shtet tjetër. Edhe për mua gjithmonë duke kërcyer për një publik që s'janë njerëzit e mi. Është edhe kur më shkruan dikush që është nga Shqipëria, unë direkt i përgjigjem, se kam fare problem. Dhe këtu më pëlqej shumë, sinqerisht nuk e di tani kush e ka bërë këtë foton. Këtë foton e ka bërë fotografi teatrit, Tobias Vitskal. Është roli që luan Carmen. Po, këtë sezon kemi patur premierën. Na tregon pak për këtë rol? Po, është prap një rol me karakter, një femër me karakter. Gjithmonë këtë rol e m'japi, nuk e di pse. Po nëse jam shumë happy. Po je karizmatike, edhe këta e kanë shkruar balerina me karizma. Po. Carmeni është një koreografi e Valentina Turkut, një koreografe shumë e njohur nga Slovenia. Carmen është një rol e repertori, do me thënë, ndoshta jo çdo balerinë e vogël fëmijë, po të paktën çdo vajzë adoleshente mendoj që ka ndërruar të kërcej Carmenin. Është historia e një femre joshëse, e një femre pa limite që donte të dashurohej, por donte më shumë lirinë e vet. Dhe në gjithë këtë trekëndësh, ajo thjesht zgjedh lirinë e vet dhe për këtë arsye dhe vdes. Carmen është opera, Carmen është një ndër operat më të njohura të Bizet. Dhe edhe si balet është një rol shumë interesant, është pse jo, jam shumë e kënaqur që arrita ta kërceja. Tani luan edhe në Sleeping Beauty, Carmen, projektet në vijim? Projektet në vijim, zakonisht plani i teatrit del më vonë, akoma se kam zbuluar çfarë do bëjmë sezonin tjetër, dhe natyrisht sipas produksioneve që kemi, varet dhe çfarë roli merr, çfarë të jepet, çfarë nuk të jepet. Gjithmonë është pak një surprizë. Pyetja tjetër, çfarë ndjenje ke të performosh solo krahasuar me ansamblin? Si ndryshon përgjegjësia dhe liria? Po, ndryshon shumë. Ndryshon edhe pse nuk duhet të ndryshoj. Unë profesionalisht do të thoja që edhe kur kërcen ansambël, duhet t'japësh 100%, sepse dallohesh, kudo dallohesh, do me thënë nëse nuk je 100% aty, unë të paktën i vëre direkt. Por kur je solo, shumë njerëz ndoshta do të thonë, se ishe solo mund të bësh çfarë të duash, nuk është e vërtet, ka shumë më shumë përgjegjësi. Edhe nëse nuk je një orë në skenë, edhe nëse futesh del ke një rol që nuk je gjithkohë në skenë, sidomos të baletet me histori, me narrativ, ti ke një detyrë që të tregosh një histori, ke për detyrë që kushdo që është ulur aty, të të shikoj ty, të kuptoj historinë. Dhe nuk mundesh mos t'japësh 100%. Edhe në ditët kur nuk e ndjen. Kurse kur je në grup, ndoshta një ditë mendon, hajt se jam këtu mbrapa, nuk më shikon njeri, ose nuk ke për detyrë të tregosh, je thjesht pjesë e grupit, edhe pse mendoj që të gjithë kushdo, në qoftë se je në skenë do t'japësh 100%, mendoj unë. Qoftë se ti je personi që del në skenë, ata tjerët kanë ardhur të të shohin ty, ja u ke për detyrë që ti jesh 100%. Po, e vërtet. Si integron elementet e vallëzimit klasik me atë bashkëkohor gjatë një performance? Mendoj që çdo gjë ndërlidhet dhe mendoj që kjo është e ditur të paktën në zanatin tonë, kur ke një bazë, një fundament të pastër të baletit klasik, mendoj që mund t'i kërcesh çdo gjë. Nuk po them tani që nuk duhet ta studiosh hip-hopin, nuk duhet ta studiosh jazzin, të gjitha duhet t'i studiosh dhe kontemporanen, por çdo lloj vallëzimi tjetër vjen nga klasikja, çdo lloj termi vjen nga klasikja dhe mendoj nëse e ke bazën shumë të mirë, pastaj ti, kur ke fondacionin të fortë, pastaj ti si balerinë zgjedh vetë ku do të drejtohesh, dhe mendoj që sot e kësaj dite ndërlidhen shumë mirë neoklasika dhe klasikja, fakti që ne si balerinë jemi pak më të lirë në shprehjen tonë trupore, jo çdo gjë është aq strikte, të jep një farë lirie tjetër në skenë, kam përshtypjen, dhe unë mundom të ndërlidh, trupi im, fiziku im nuk është një balerinë klasike ruse ose nuk e di, nuk kam qenë kurrë, dhe mundohem që këtë lloj lëvizshmërie që unë kam ta përfshi edhe kur bëj role klasike. Do me thënë, më falë që po të ndërprej, si mendon një trup klasike balerine ruse? Për neve që nuk jemi balerina. Si trup është thjesht një trup.
Por pastaj ke fleksibiliteti, e kanë këmbën këtu, kanë super thyrje, ne i themi padjom, arabeskun, ngren këtu, ke parasysh të holla, bjonde, ke parasysh është një lloj karakteristike. Edhe jo me muskuj, se atë kam vreqë, do thot që e pash në performancën tënde, ishit gjitha me muskuj, kjo më ranë shumë sy. Do thot jo vetëm mu, edhe anash që i kisha shoqën edhe këtu një misafire tjetër, kështu në ranë sy. Po shumica e kompanive në Europë tani, nuk është më, edhe mu jam e kënaqur për këtë, nuk është më ajo figura e balerinës, e hollë dhe elegante po, por je fort, je me muskuj, mund të hidhesh, mund të suportosh 1 orë e gjysmë, 2 orë balet, pa rënë ditën tjetër e vdekur, duhet të kesh forcë, duhet të kesh shumë rezistencë. Jo, shumë e vërtet. Po, si ndikon muzika në interpretimin tënd? A është kjo thjesht shoqërim apo udhërrëfyes? Absolutisht udhërrëfyes. Pa muzikë nuk kemi kërkuar, domethënë të paktën ne që kërcejmë. Koreografët e mi të preferuar janë ata që janë më muzikalët. Ata që nuk të shojnë vetëm melodinë e parë, po të gjejnë një instrument aty poshtë në orkestër dhe të thonë ndiq këtë instrumentin. Kjo për mua është magjike. Dhe kam patur një ish drejtoresha ime më thoshte be the music. Bëhu muzikën. Të bësh një me muzikën. Kjo është arritja më e lartë, domethënë, e një balerini, mendoj, ti jesh muzikal. A ke ndonjë rol që ëndron ta luash në të armën? Do thotë kështu si balerin, apo ka qenë kjo e Frida Kahlo? Jo, nuk mbaron aty, thjesht Frida ka qenë një surprizë një herë, nuk e dija që do ta bëja, ka marrë vesh. E dija që do ta bëja në fund të fundit, po ke parasysh ishte një wow. Por ka shumë role, unë shpresoj të kërcej gjatë dhe shëndetshëm edhe për disa vite të tjera. Do doja shumë të bëja, kam përmendur Manon të Kenneth Macmillan, që është një rol repertori fantastik. Do doja të isha te Sakra do Printemps, sidomos versioni e Pina Bausch. Do doja të bëja Giselle, do doja të bëja, ku diun, ka aq shumë gjëra. Ke parasysh është si një aktor që do ta sfidoj veten e vet si në këtë rol, si në rolin tjetër, ashtu jemi edhe ne. Thjesht shpresoj të jem e shëndetshëm, mjaftueshëm, shpresoj që gjërat të ecin në mënyrën e duhur dhe t'i arri ndoshta. Kjo profesioni i balerinës, kur përfundon? Si është kështu? Ka ndonjë moshë biologjike apo ndonjë moshë ku ti e vren që duhet të vazhdoj me diçka tjetër, kaq është, apo dallon? Besoj se dallon edhe prej personi në person, se secili prej nesh e ka atë moshën biologjike, mendoj unë. Si është e të ardhmen, ose ku është e të ardhmen? Mendon ndoshta edhe të bësh mësuese ose të bësh workshop në këtë drejtim? Ke bërë disa mendime në të ardhmen se ku shkon ky rrugëtimi yt? Kam menduar, ka plan A, plan B, plan C. Fatmirësisht, sot e kësaj dite, ne balerinët kemi shumë kushte që na ofrohen që më përpara nuk kanë qenë. Si nga skena që është sprungfloor, është me suspensionin e duhur që ti mos dëmtosh shpinën, si tek studiot fantastike që kemi, si të fizioterapia që na jepet, të siguracionet që kemi që për çdo lloj dëmtimi ne mund të jemi prap aktiv dhe të rikthehemi. Kjo ta zgjat karrierën dhe sa më shumë ti t'jesh koshient të punosh shëndetshëm, aq më të gjatë e ke karrierën. Kështu që natyrisht mosha do të ndaloj, por ti mund ta shtysh më gjatë se që kanë shtyr paraardhësit tanë. Më kupton, mund ta çosh. Unë kam kolege 40 vjeçare që i shikon dhe janë në super formë dhe për mua janë inspirim. Janë mama të 2 fëmijëve, kthehen dhe janë në super formë. Bëjnë në të njëjtin rezistencë që kam edhe unë, që mund të jenë 10-15 vjet më e madhe se unë. Edhe pse jo, e shtyn sa të mundesh, nëse është pasioni, mundesh. Çfarë do bëja unë më vonë? Unë kam studiuar menaxhim kulture. Dhe kjo pjesa është... Kam bëra një master para disa kohësh, e bëra sepse unë nuk e kam atë, edhe pse pedagogjinë e bëra në Mannheim, nuk e kam atë që të jap mësim.
Mendoj që të japësh mësim baleti është kaq e komplikuar, sepse çdo trupi, çdo fëmijë që ti shef është ndryshe. Dhe një korrigjim general që ti mund ta japësh çfarë funksionon për njërin nuk funksionon për tjetrin. Dhe realisht njerëzit që japin mësim duhet ta duan dhe unë i vlerësoj kaq shumë që duan të japin dije, duan ta ndajnë atë eksperiencën ose dijen që mund të kenë. Unë thjesht nuk mendoj që mendoj që mund të bëj ndonjë gjë gabim, më kupton? Në këtë linjë jam. Nuk e ndjej veten mjaftueshëm të aftë që unë të marr përsipër karrierën dhe të ardhmen e X fëmijë, e kupton? Nuk do të bëja dot kurrë, por jam shumë mirënjohëse për ata që e bëjnë. Ata që e bëjnë. Dhe për më vonë, pra nuk do jepja mësim, nuk mendoj që më përshtatet, as nuk do mundet të isha koreografe, mendoj që do isha më shumë tek ana e menaxhimit, unë jam e fascinuar me teatrin. Jam një teatr nerd. Më pëlqen si funksionon çdo gjë para mbrapa skene dhe prandaj bëra menaxhim kulture, shpresoj një të ardhme të vazhdoj të jem pjesë e kompanisë ose të një kompanie baleti, por në prapa skenë, duke ndoshta organizuar gjithçka. Një gjë kam vrej të ti ke edhe talent aktrimit. Ishte ajo skena? E din për cilën skenë po e flas, që pak kështu në rin gjallë, Karabos. Publikum po. Ajo është fantastike, më vjen shumë të qesh me rreshtën e parë të njerëzve, sepse nuk jam në gjumë edhe e hap syt dhe kërcet ajo e qeshura dhe ata që trëmben. Mund ta bësh për shkuesit tan? Mos jap. Jo, mund të t'jap një video. Po sinqerisht, ke talent shumë të aktrimit, mendova edhe në këtë pjesë, a ke mendu ose a ke tentu në këtë drejtim, apo ke pas në një ofertë? Më pëlqen shumë aktrimi, thjesht jam futur baleti dhe s'kam kohë për asnjë gjë tjetër. Do thotë kjo do të jetë një mundësi tjetër kur del penzion. Kur dal penzion, si balerina. Bën dot aktore 40 ca vjeçë, 40 vjeçë. Po pra, dhe diçka që kam pëlqen te ti komplet je natyrale. Tani aktoret duhen të jenë natyrale në sytë e mi. Po duhet se si do e shpresh. Po, e vërtet, si t'ja lexosh fytyrën. Do thotë ne kemi nevojë për rrudha, për gjithçka, do thotë kjo do të jetë mundësisht karriera. Rrudhat janë tregojnë që ke jetuar, tregojnë që ke qeshur, ke qarë, emocionet, ne lexojmë biografinë, do thotë personit. Biografia e jetës është në fytyrën tënde. Absolut. Valbona, sikur të kishe mundësinë të jepje një këshill vetës suaj në moshën 16 vjeçare, çfarë do t'i thoshe? E di çfarë sot do t'i thosha faleminderit asaj Valbonës 16 vjeç. Sepse ka qenë moshë shumë kritike në atë kohë, nuk e dija çfarë do bëja, doja të rija në Shqipëri, doja të ikja, ka qenë goxha e vështirë. Edhe ka patur edhe shumë njerëz që kanë thënë nuk do bëhesh kurrë, s'ke për të dalë kurrë, nuk do bëhesh kurrë balerinë. Pse? Kush të ka thënë këtë? Zyshat, thoshin zyshat nuk do bëhesh kurrë, thoshte. Çka thonë tani? Tani s'u di fare çfarë thonë. S'më intereson më. Por jam shikoj në përjetët sociale. Nuk. Por jam falendëruese Valbonës 16 vjeç që nuk hoqi dorë dhe njerëzit që besuan tek Valbona 16 vjeç, që e din shumë mirë kush janë, zysha ime Joli. Por që do isha falendëruese, do i thosha mos i merr gjërat kaq seriozisht. Çdo gjë do jetë okay. Edhe jo me shumë emocione. Çdo gjë vendose atë pikën tënde dhe qëndro në fokus, ti je fokusuar. Dhe një gjë, se thon shpesh mos i dëgjoj mendimet negative, dëgjoj negativet dhe pozitivet. Unë këtë gjë bëj në jetë. Gjithë ato që më thot negativen dhe pozitiven, ç'a zgjedh unë? Ajo është tjetër gjë. Unë zgjedh të besoj këtë gjë. Unë e di që drita brenda mes po më thot këtë gjë. Ka një arsye pse universi Zotit çfarë lloj gjë ti beson ta mbjell këtë ide në kokë dhe në zemër. Ka një arsye pse ti ndërron, jo vetëm për balet, por çdo lloj gjëje. Është një arsye aty brenda, ti duhet ta ndjekësh atë thirrjen tënde. Dhe mos hiq dorë. I them seriozisht, i them faleminderit. Për balerinat e reja që sapo kanë filluar, cila është këshilla jote më e rëndësishme? Besoj se kemi edhe shikues që kanë goca, vajza, edhe çfarë këshilla ke? Ose edhe ti vetë nëse nesër mas nesër bëhesh nën e kesh gocë. A do jepje këshill ose rrugtimin në këtë drejtim, ose nëse ajo e shpreh dëshirën? Çfarë këshille do jepje? Këshilla për balerinat e reja është
siç e thash më përpara, dëgjoni si kritikat, si feedbackun e mirë, si feedbackun e keq. Punoni fort edhe jo mos u bazoni vetëm tek talenti, se brezi sot ka shumë talent. Mos u bazoni te talenti, puna dhe duajeni këtë art, se është një art shumë i bukur. Edhe të shohin sa më shumë për rreth në dhomën ku bëjnë balet. Unë edhe sot e kësaj dite mësoj shumë nga koleget e mia. Në kuptimin që vjen një moshë që nuk është se të korrigjon për ditë dikush, sidomos në kompani. Mundohet të marrësh më të mirën e gjithkujt. Jo zili, jo për të keq, po duhet ta kuptosh që edhe dikush që në dukje ndoshta nuk e ka teknikën perfekte si ty, ka një gjë tjetër, ka një anë artistike, ka një muzikalitet që ka pak më mirë se ty. Ka një disiplinë që është pak më e fortë se ty. Shumë shpesh ata njerëz ecin shumë, sidomos në balet, njerëz që kanë disiplinën, edhe që si kanë të gjitha nga ana natyrore. Prandaj besoni në vete, ndërroni fort, do të jesh pak delusional, do të kesh pak deluzion në këtë. Mendoj në çdo art edhe kudo një do të kesh pak deluzion. Unë e besoj këtë gjë. Nëse ti nuk e shtyn veten tënde, nuk do të shty askush. Shumë e vërtet. Me teknologjinë që po hyn në art, këtë desha ta ves në thotë live streaming, si e sheti të ardhmen e vallësimit? Realisht besoj që nuk do të ndryshoj gjë. Kjo teknologjia mund të ndihmojë nga mbrapa skena, ke parasysh çfarë mund të bëjnë. Por emocioni që ti përjeton live kur vjen si publik, që ti kur je në rresht të parë dëgjon balerinin duke marrë frymë. Aq më tepër. E dëgjova. Kur është pauzë orkestra, je në rresht pa e dëgjon. Kisha në rreshtin e parë? Po e dëgjon edhe. Po e dëgjova edhe live. Ky lloj emocioni live, që të shikosh në sytë e dikujt, ta shikosh si lëviz, si shikosh djersën që rrjedh. Të gjitha emocionet që ai balerin po mundohet të tregoj ty, nuk mendoj që zëvendësohet. Mund të ndihmojë në shumë gjëra absolutisht, por mendoj që këtë tamam këtë lloj arti, baleti nuk mendoj që e zëvendëson. Ku mund të mësojnë shikuesit tanë më shumë rreth teje dhe punës tënde? Me thënë të drejtën, duhet të vinë në teatr. Në Salzburg. Po, në Salzburg. Unë nuk jam shumë e rrjeteve sociale, kam një profil Instagrami, po nuk është se jam shumë aktive, me thënë drejtën. Kështu që ç'të të them, duhet të vinë në teatr, duhet të vinë të më shohin aty live. A e sheh veten diku edhe në teatr, edhe në Tiranë ose në Prishtinë, në vendet shqipfolse, jo vetëm gjermanofolse? Unë shpresoj shumë të kthehem një ditë kërcej në skenën e teatrit operës në Tiranë, pse jo edhe në Prishtinë. E njoh kompaninë e baletit të Prishtinës, kur isha në shkollë, i kam njohur se vinin bënin tur në Tiranë. Kam shumë respekt për gjithë balerinët si atje, si në Tiranë, si në Prishtinë. Kam shumë dëshirë të kthehem. Po ndonjë lloj kooperimi nuk ka ekzistuar deri në tani? Deri në tani jo, sepse siç thash, unë jam shumë e fokusuar këtu, sezoni është super i ngjeshur. Edhe unë vetë nuk është se kam shkuar të kërkoj ndonjë gjë, nuk e di, thjesht ndoshta duhet bëhem pak më sociale nga kjo anë edhe të krijoj më shumë kontakte. Po është do e bëja me shumë qejf. Nëse unë tani do të shkoj javën tjetër për në Tiranë, a ka ndonjë performancë baleti ose ku mund ta shikoj online? Ke ndonjë ide mund të na tregosh neve? Do të thotë sigurisht se edhe shikuesit tanë kanë interesim për këtë lëmi. Si funksionon kjo pjesa? Absolutisht, besoj se teatri operës është shumë aktiv, ka disa sezone që po bëjnë produksione shumë të mira në Tiranë. Mund të shohësh faqen e tyre në Instagram, me siguri ndoshta kanë dhe website ku i parashtrojnë të gjitha premierat që kanë. Por ti për momentin je komplet e fokusuar në qytetin e Salzburgut? Kam shkruar kontratën edhe këtu. Edhe këtu. Por paralelisht nëse të ofrohet ndonjë mundësi kooperimi, si funksionon kjo pjesa me kontratën? E kam të qartë që ti ke performancat, po besoj se ndërmjet performancave ke edhe ditë të lira. Po, do duhet bëhet një plan mes kompanisë time këtu dhe mes menaxherit kompanisë dhe menaxherit të një X kompanie tjetër ku bëhet kooperimi. Do duhet gjenden ditët dhe datat që na përshtaten të dyja palëve për prova.
natyrisht do t'jepet një okay nga drejtori im dhe nga teatri im, që të më lejohet mua si balerin e kompanisë Salzburgut performoj në një vend tjetër, po nuk është shumë e komplikuar me thënë drejtën. Si balerin mund të shkosh të bësh të kërcesh gala gjithandej, mjafton të jesh në këtë lloj environment, në këtë lloj mjedisi. Nuk është. Unë kam pas mundësi të vijoj të shikoj performancat baletit, po ashtu edhe në München. Por lidhje me balerinat të moshës më të vjetra, nëse guxoj ta them kështu, kush është shqiptare? Mendoj nga pjesa të Shqipërisë apo Kosovës. Po thua që kërcejnë në Europë apo? Jo, do thotë në kohën e kaluar. Në kohën e kaluar. Unë për veti nuk e njoh, prandaj po të ves ty. Ata që kanë Zysh Piti, Ganimend Vendresha, kanë qenë brez që kanë krijuar shkollën e baletit, dhe teatrin e operës. Agronalia i ka qenë drejtori i teatrit për shumë vite, ke Prima balerinë Nada Hoxha që për gjithë ato vite ka kërcyer në teatr, Adela Muçollari, Ledia Sula, që janë brez pak më i ri, profesori Shaime Joli, janë shumë, ka goxha balerina në Shqipëri. Cila prej tyre ka qenë prima balerina? Apo ata e kanë me janë solistet para, të gjitha këto që përmenda, janë prima balerina, janë solistet para teatrit operës. Pak a shumë këtë dallimin mund të na sqarosh? Po, ky dallimi është në Europë shumica kompanive nuk e kanë më këtë lloj hierarkie, vetëm kompanitë e mëdha, Mniu, Berlini, Stuttgarti, Vjena, po shumica kompanive në Gjermani, Austri, Zvicër, nuk e kanë më hierarkinë dhe për shembull ne jemi të gjithë solista në kompani. Kjo vjen sepse ti ke 16 persona që mund të dalin në skenë solo, po ke 16 persona që i ke të një nivelit, një standardi të caktuar, po them. Dhe në kompanitë e mëdha, ku ti ke mundësi të lëvizësh, ke balerin grupi, ke solist të parë, solist të dytë, erste solo tencerin, pastaj që ti e di që është në Vjenë dhe München. Është thjesht një lloj hierarkie që varet nga kontrata dhe kompanitë. Pastaj janë Parisi për shembull, ke Danseuse étoile, që do të thotë me një lloj titulli tjetër. Yll, domethënë. Étoile do të thotë yll dhe ti je ylli i kësaj kompanie, ato janë nivel tjetër, domethënë janë zot, unë e adhuroj t'i shikoj. Ke edhe Alessandra Ferri, që është tani drejtoresh në Vjenë, që është prima balerina absolute. Ose ish drejtoresha ime Birgit Keil ka titullin Kammertänzerin, që është në Gjermani është si të fitosh Oscarin në balet. Po, kjo nuk e dija si përkthehet shqip, Kammertänzerin. As unë s'di ta përkthej këtë. Nuk ekziston ky titull. Nuk e di. Po, cila është qendra si e qytetit për balet? Parisi do thoja unë apo gaboj? Parisi, edhe Vjena. Edhe Vjena. La Scala në Itali. Janë kompani me qindra vite, këto janë niveli më i kulluar. Royal Ballet në Londër, është niveli i kulluar i baletit që ke qef t'i shikosh, domethënë. Por janë ato kompani që bëjnë vetëm këtë, kupton, unë e kam zgjedhur të jem një kompani që bëhet dhe moderne dhe kontemporanja, sepse unë si balerin të thash nuk jam ajo klasikja, një 70 ca i gjatë e hollë, qafa kaq, perimetrat ata. Unë kam një këtë fizikalitet. Perimetër ka pas në balet? Ti është e gjatë? Po, çdo kompani ka parametrat e veta. Domethënë, çdo kompani është... Se këtu që pash unë ishit... Jemi shumë të ndryshme, po kemi një lloj fizikaliteti, një lloj, po gjatësia dhe këto ndryshojnë te kompania jonë. Se sa e pash unë edhe ishin shumë nga Azia. Nuk e di tani, Akina, Japonia, po kështu... Po, 2 vajza janë nga Japonia. Edhe njëra ishte solo tencer. Po, ishte Aurora, po, është super balerin, ka një teknik të papar. Çfarë po thoja? Po thoja që nuk kam dash asnjëherë të jem një kompani të madhe, sepse unë vetë dija që nuk do dilja, nuk do bëhesha kurrë. Është një gjë që ti e koshjente për mundësitë tua, më kupton realiteti, që ti e prek tokën edhe thua, okay, kaq është hapi im. Edhe kam dashur dhe të bëj koreografi të reja, krijime të reja, që në kompanitë e mëdha shumë shpesh nuk i bën, do detyrohesh ti është gjithmonë ajo e fundit në linjë duke bërë Gizelin ose liqen e mjelmave, që absolutisht është ëndër dhe ajo, por unë kam dashur të jem në skenë gjithkohës.
Në kompanitë mëdha ndodh që edhe nuk kërcen disa produksione sepse si e cast, sepse kanë nga 7-10 balerinë, nuk din këtë vënë më përpara. Kurse kur je një kompani të vogël si kjo e jona, je gjithkohës në skenë, dëmtohet dikush e merr rolin e bën ti, kështu krijon eksperiencë, rritesh. Më pëlqen kjo, domethënë. Tani ti the ke kontratë me qytetin ose Landesteatër të Salzburgut. Nëse hapet ndonjë projekt i ri, ke drejt konkurosh apo jo? Si funksionon kjo pjesa? Mundesh, mundesh, kur do mund të largohesh. Domethënë, kur do ti mund të ndrosh kompaninë nëse nuk ndihesh i lumtur, nuk po kërcen ato që ke qef. Ka shumë gjëra, nuk të bezdis qyteti. Por mundesh të bësh një audicion në çdo lloj kompanie tjetër dhe të lëvizësh, ta ndrosh jetën tënde, ta fillosh nga e para, mendoj që është okay. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Të më pyesje para 5 viteve, do mendoj që do isha kështu siç jam sot, nuk do e besoja dhe jam shumë e lumtur. Për gjithë ato që kanë ndodhur, për këto role që kam kërcyer, nuk e kam besuar dhe shpresoj që edhe 5 vitet e ardhshme të jem duke kërcyer. Shpresoj të jem e shëndetshme, që shpresoj që trupi im akoma të ditë më përgjigjet në atë lloj niveli që unë dua të më përgjigjet. Shpresoj të kem shumë role të bukura që më përmbushin, që më ndrojnë jetën në ato pak javë që unë i studioj dhe të mundem ta performoj për publikun. Shpresoj të jem duke kërcyer, të gëzoj shëndet. Nuk jam shumë, kjo është ambicia ime, deri këtu arrit. Do thotë këto sportet si skijimi, patinazhi, këto ma merr mendja që i lë anash. Adhuroj të bëj ski, moj partneri im vdes të bëj ski, është shumë i mirë, bën shumë mirë ski. Çdo vit më merr në një winter holiday, shkojmë në Kosovë. Në Kosovë shkoni, ku? Po, Boga nuk është e Kosovës, në ku kemi qenë? Brezovica. Kanë sakt. Po, është në Kosovë. Boga është në Shqipëri, no? Po, nuk kemi me gjeografi. Për Bogën nuk e di, po Brezovicë kemi qenë një herë, edhe nuk kam mundur të bëj ski e ona, sepse kisha frikë sa ktheja pak gjurin, thosha, bo, do e thyej. Skin jo një herë, patinazhin s'di ta bëj. Patinazhin s'di ta bën? Jo. Po pirueta që i bëje? Ne i bëjmë në puante, nuk i bëjmë të ajo linja e vogël që... Wow, shumë interesant është ajo. Pirueta që i pash unë, do njëherë, sikur po ti kishit patinazhin, ashtu kështu smoothie, që thojnë anglisht, shumë bukur e bëjnë. Po, faleminderit, kjo do të thotë që kemi arritur një nivel të mirë piruete. Edhe vret edhe teknika e dritës, do thotë edhe ajo, natyrisht besoj teknologjia, hec përpara, edhe ajo nuk ishe gjitha gjërat, se ishte skena pak më të errta, diku pak më shumë dritë, diku ke një spotlight. Shumë kishit kështu refleksione. Po, kjo bën të duket sikur ka më shumë njerëz në skenë, vurere? Po. Shumë interesant. Koreografi ishte në Sleeping Beauty? Po, është drejtori, është koreografion rezident i kompanisë, quhet Reginaldo Oliveira, është nga Brazili dhe ka diku 8-9 vjet që e drejton këtë kompani, që është koreografi jon. Ajo që më radhe në sy, më duket se shumica ishin nga vende tjera. Nuk e di, nuk më ranë si ndonjë austriake ose gjermane. Ska, a përshë? Shumë çuditshme ta them. Nuk duhet ta flasim këtë, por po e flasim. Po, diversity, vrejt, edhe në dukje. Do thotë si në gjinin femërore, ashtu e vrejta edhe te gjinja mashkullore. Shumë e çuditshme, unë s'kam hasur as në shkollë, as kudo ku kam kërcyer në Gjermani një balerinë gjermane. Si ka mundësi? Nuk e di pse. Nuk e di. Ndoshta i shtyn familjet më shumë të ndjekin në një universitet, në një shkollë më... Atë që unë e di, një shoqja ime, do të thotë hala e saj, ka qenë balerina, është 78 vjeçare, trupin ende me muskuj, edhe pa marrë parasysh verë apo dimër, ajo vetëm me biciklet, lëviz. Super. Edhe gjitha performancat e tuaj nje, kemi biseduar, kishte lexuar edhe biografin, po, Elizabeth, patjetër. Edhe ajo është komplet, do thotë që nga janari deri në dhjetor, i kishte 10 bileta. Ka abonema ajo, e di. Ajo ka abonema.
Edhe tani një mbesë e saj është 6 vjeçare dhe ajo e shpreh dashurinë për balet, po ajo kundërshton. Thot jo, Pse? nuk vjen në shprehje, të prishin gjitha thojnë këmbët. Nuk gënjen. Si është ajo tek ti? Është skandal. Ku shkoj bëj pedikyrë ndonjëherë, jam kështu, më vjen shumë keq. Ke kallo, ke thonjë të dëmtuar, është. Por çdo gjë për artin, rëndësi ka që ne dukemi elegante sipër. Këmbët i kemi. E po kjo është këmbët ju mbajnë juve të keni këtë elegancën të bëni këto lëvizje. Vetë fakti që ti e fut këmbën në puante është çorienton të gjitha kockat, është jashtë çdo lloj imagjinate, por që Pasioni e mund çdo gjë, loti që derdhet, po ti je në skenë. Po, vetëm se edhe momentet që përjeton në skenë janë të papërshkrueshme. Besoj është krejt emocion. Ta them të drejtën, ma rikujtove rinin, se edhe unë kam luajt teatr, edhe për një moment shkurt thash, wow, ndriçon, edhe Valbona, ti ke një karizëm të veçantë, se shoqja ime që ishte me mu bashk, ajo nuk e dinte cila është Valbona, cila. Ke parasysh ato goca që ishin, të më thonë, me ngjyra të veshura, zanat, po nuk u dallonin si zanat, kanë qenë shumë moderne, edhe me ato me paruke dhe ngjyra. Edhe thot, cila është Valbona? Thot, jo, thash, nuk e shoh, nuk e di, thash, nuk e njoh, thash, jo, nuk është Valbona. Edhe kur dole ti si zana e erët, ajo e diti, tha, ja, pra, tha, kjo është më karizmatike dhe ajo nuk të nje, sinqerisht, as nuk të ka par, as në, do të thot, magazin, as në gazet, dhe tha, vrehet. Tani e di pse Valbona Bushkolla është në cover. Shumë faleminderit. Nuk e di, ma thonë gjithmonë që kam një farë prezencë skenike. E vlerësoj shumë, ma thonë gjithmonë, edhe mendoj që kam ditur ta përdor këtë. Vjen një moshë që fillon kupton cilat janë ato pikat e tua të forta, edhe kam përdorur shumë, edhe kënaqem shumë duke bërë këto rolet e këqija, rolet dramatike, kënaqem shumë. Ka thot këto më tepër të shkojnë? Nuk dua ta përkufizoj veten. Dua që vetë të shihem si një balerinë që e bën një rol romantik, ku diet në të ardhmen, dua të bëj dhe një vajzë më të brisht, dua të bëj dhe Julietën, ke parasysh unë nuk dua të fokusohem, mendoj edhe për aktorët është e njëjta gjë, që mos të kategorizohem, Valbona bën vetëm role karakteri ose vetëm role dramatike. Më pëlqen t'i bëj, absolutisht, por dua që t'i bëj të gjitha. Ti preferon më shumë? Më vjen më natyrshëm. Më vjen më... Ne kemi më shumë temperament, ne shqiptarët. Shumë temperament fol, kemi shumë temperament. Na vlon gjaku ndryshe. Na vlon ndryshe. Është vërtet. Valbona, shumë faleminderit për këtë bisedë interesante që na morë në botën e baletit. Shpresoj që të takojmë të ardhmen edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë. Kjo do ishte, mendoj edhe për shikuesit tanë, një nder të kemi ty në baletin tonë shqiptar. Për mua do ishte nder. Për ju që na ndoqët, shumë faleminderit për kohën që na përkushtuat. Nëse ju pëlqeu kjo bisedë me Valbonën, mos harroni të bëni subscribe dhe ndani me miqtë e tuaj. Shumë faleminderit për këtë bisedë edhe shumë fat për të ardhmen. Faleminderit shumë, Jona.